Pas matjeve kombëtare në muajin janar shkurt mars, Barometri ka zhvilluar matjen e 4 zgjedhore në nivel vendi. Metodologjia e përdorur është sërish në matjet e mëparshme kampion rastësor i shtresëzuar dhe madhësia kampionit ka qenë 1600 qytetarë të pyetur në gjithë territorin e Shqipërisë ballë për ballë. Periudha kohore e mbledhjes së të dhënave për matjen e 4 zgjedhore të Barometrit Euronews Albania është 10 prill 21 prill 2025. Matjet e 4 politike të Barometrit në nivel vendi për zgjedhjet e 11 majit sjellin përqyeshmërinë që kanë liderët e partive dhe koalicioneve, të cilat konkurrojnë në zgjedhjet e 11 majit. Edi Rama për matjen e 4 të Barometrit Euronews Albania ka 49.4% mendim pozitiv dhe 45.4% mendim negativ. Agron Shehaj, renditet i dyti me 37.3% që kanë mendim pozitiv, 36.3% që kanë mendim negativ për të dhe 26.4% janë përgjigjur nuk e di apo nuk e njoh. Adriatik Lapaj, renditet i treti për mendimin pozitiv me 35.1%, 34.5% mendim negativ dhe 30.4% janë përgjigjur nuk e di. Më pas vjen Sali Berisha, 33.5% mendim pozitiv për të dhe 61.5% mendim negativ. Arlin Qori, 24% mendim pozitiv, 34.7% mendim negativ dhe 41.3% janë përgjigjur nuk e di apo nuk e njoh. Dashamir Shei ka 23.1% mendim pozitiv, mendim negativ 44.8% dhe 32.1% janë përgjigjur nuk e di apo nuk e njoh. Tom Doshi ka 20.2% mendim pozitiv, 51.4% mendim negativ dhe 28.4% janë përgjigjur nuk e di apo nuk e njoh. Elena Kocaqi ka 14.9% mendim pozitiv, 21.2% mendim negativ dhe 63.9% janë përgjigjur nuk e di apo nuk e njoh. Lulzim Basha, 9.7% mendim pozitiv, 80.6% mendim negativ dhe 9.7% janë përgjigjur nuk e di. Kreshnik Osmani ka 5.4% mendim pozitiv, 24.3% mendim negativ dhe 70.3% janë përgjigjur nuk e di apo nuk e njoh. Edmond Stojku ka 4.5% mendim pozitiv, 22.5% mendim negativ dhe 73% janë përgjigjur nuk e di apo nuk e njoh. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.